Janë disa kohra që pranohet lutja, apo jo? Po, pa dyshim, ka kohra që Allah subhanahu wa taala i kalonën, shembull, ka ditë, ka muj, ka vende, ka muj, ka kohra dhe vende. Shembull prej kohrave është shembull dita e Arafatit. Po Allah subhanahu wa taala në ditë, domthonë nuk ka ditë në të cilën Allah subhanahu pranon lutje më shumë se dita e Arafatit për haxhit në Arafat. Madhështia Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu zbret mbi qiellin e Arafatit dhe krenohet para melaçeve, thotë këto robërit e mi kanë ardhur të pluhrosur, të lodhur, të raskapitur. Për çka kanë ardhur? Duke lutur xhenetin. Lutje ka thonë. Allahu subhanahu wa taala pranon lutjet. Andaj edhe Allahu liron atë ditë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala nga mujt i kalon edhe ditët apo netët, janë 10 netët e fundit e Ramazanit. Apo të Ramazanin e esencë, ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka natë që Allahu liron, nuk ka natë vetë se Allahu liron rob nga zjarmi i xhenemit. On i abstenon për hatër të mujt e Ramazanit me lutje. On këtu duhet me lutë Allahun. Kur tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vlerën asaj dite, apo asaj nate, këtu është qëllimi që ne të nxitojmë që me bë lutje, me lutë Allahun që kemi prej tyre. Për ative që Allahu i abstenon apo i liron nga zjarmi i xhenemit. Pastaj prej kohërave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ditën e xumë. Ka thonë ditën e xumë është një kohë ku Allahu subhanahu wa taala e pranon lutjen. Dhe ulemat dhe dietarë kanë thonë është prej kohës së ikinijës deri në kohën e akşamit. Edhe nuk bën me neglizhu. Shembull, kjo është një herë njoftëse. Dikush ka thonë edhe ditën e mërkur. Ka hadith. Mirë po ditën e xumë e kemi këtë mundësi. Para akşamit mundohu mi do një disa minuta, po tham. Bani disa lutje. O Allah, falë mu, falë prindërit e mi, o Allah, uzomi fëmijët e mi, o Allah, epëm iman sefte, qëndrueshmërinë e fe. Pastaj bënëm prej atyre të cilët kam qëllim udhëzimin, drejtimin, bamirësinë, bani këtë lutje, dajti në repertuarin tanë, mundet me t'i morë 30 sekunda, 1 minutë, banet qëta. Është kohë në të cilën Allah të përgjigjet. Kur kanë kjo ditën e xumë. Pastaj e kemi shansën çdo natë. Ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu zbret në çdo natë, në 1/3 e natës. Para imsakit. Kjo i bie domthonë para imsakut. Para syfirit. Para syfirit, domthonë. Tash edhe në syfir kur çomi është 1/3 e natës. Po. Çfarë më shfrytëzoj rastin me bë lutje. Po. Tash domthonë është mundësia, sidomos ne që kemi zakon çomin e pak më herët e kemi një farë tarasë. Tash në kohë e dimrit pak po na merr xhumi. Domthonë e kemi atë mundësinë me atë tarasallëkin çaj me pije diçka kështu më gjatë ose me lexu Kur'an, mundohu me shfrytëzu këtë kohë. E çka është dobia e saj? Ka thonë pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Allahu me madhështinë e tij, që i takon madhnisë tij, zbret mbi qiellin e dunjas për çdo natë. Dhe thot, a ka kush i kërkon prej meje diçka ti jap atij? A ka dikush që kërkon falje, ta falje atë? Kjo është diçka që me talë një lider në knoqmi të dera me në arë, me në arrej derën. Subhanallah. Po përmënoj, Zoti, posedusi, i ki depove të dunjajës. Dhe çka kon të, edhe çka ko universi, a i po thot, unë zbritje mbi qiellin e dunjas, edhe tham, a ka kush që kërkon prej meje diçka? A kërkon dikush pendim dhe falje, ta falje atë? Andaj, mos ta neglizhojmë këta, kjo koha në 1/3 e natës. Pastaj, kur dikush prej neve është agjerushëm, tash ti shembull, prag të iftarit. Në prag të iftarit, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allah i përgjigjet lutjeve të atij të cilit është në prag të iftarit, edhe udhëtarit, një ashtu është e preferuar në kohë shiu. Kur bie shi, është e preferuar në kohë të shiut, me bë dua për arsye se përgjigjet ka në hadithe të shumta pa dash, tash ti mi cek krejt. Duke përgatitur temën për hir të vërtetës, më rastisimi mi pa diku rreth 75 vene ku Allah i përgjigjet duas. Unë tash me ishta thëpis, bo aki për shikuesit dhe dëgjuesit bo tepër dhe mos ta tepër. Allah i nderoft.